Besoj që dëgjuat kryeministrin për të 13 vit radhazi premtoi pensione. Kësaj radhe Viles shkoi deri atje sa thoshte që do të jetë viti i pensionistëve, që s'ka qenë kurrë ndonjëherë, e këtë do e shohim që përsëris do të jetë. Por ajo që premtoi, një rritje të pensioneve 1800 lek në qytete dhe 600 lek në fshat, është pothuajse asgjë. E dini sa është? Është një kafe. Nga 60 lek në ditë në qytet, në 20 lek në ditë në fshat. E çfarë mund të bëjë një pensionist me një kafe më shumë? Një pensionist që ka përjetuar një rritje çmimesh që ka shkuar pothuajse 30 deri në 60% për produktet e shportës, me barnat e rritura, me shpenzimet e jetesës të rritura, me parat që vijnë nga fëmijët të zhvlerësuara dhe të rëna prej zhvlerësimit të euros, a e shpëton kjo një pensionist? E jeton një pensionist me dinjitet vetëm prej kësaj? Kjo është pothuajse e pamundur, sepse pensionet sot janë lëmoshe qeverisë, ndërkohë që ne kemi nevojë për një skemë të plot pensionesh. Ne kemi nevojë për një skemë e cila merr parasysh edhe rënien e popullsisë tonë në Shqipëri, rritjen e moshës mesatare, shpopullimin, emigracionin, rritjen e kostove, por nga ana tjetër kemi nevojë që këtë shtresë ta trajtojmë me dinjitet. Deri më sot nuk është trajtuar.